Pyetja e radhës, më falni, pse një Zot i mirë ka krijuar ferrin? Pse ka krijuar ferrin Zoti? Së pari ferri nuk është, le të themi, një, si mund ta shpreh me fjalë të thjeshta. Nuk do thash ferri nuk ekziston. Po ferri ende nuk është i hapur. Ferri do zbulohet ditën e fundit, ditën e gjykimit, kur Jezu Krisht të kthehet, kështu thon shkrimet. Pra shpirtrat e të vdekurve janë në Sheol, sipas Biblës, janë në vendin e gjumit, në një vend të fjetur. Dhe ata që kanë kaluar para Krishtit, pra që janë aty në Sheol para Krishtit, gjatë kthimit të Krishtit, ata do ringjallen në trupa të rinj, që kanë një tjetër përbërje, një tjetër substancë. Dhe do gjykohen në bazë të drejtësisë së tyre, në bazë të ligjit, të dhjetës së vjetër. Kurse ata që kanë fjetur, thotë, gjatë kohës së Krishtit, e deri më tej, derisa të vi fundi i botës, ata do gjykohen sipas bindjes ndaj Krishtit. Se Krishti është Zoti, është mbreti dhe Krishti është Perëndis. Dhe atij është dhënë çdo pushtet dhe çdo autoritet në qiell dhe në tokë për të gjykuar të gjallë dhe të vdekur, të shkëlqyer. Dhe kjo nuk është çudi, por edhe fetë të tjera. Shumë dhe Islami thotë Krishti do të gjykojë botën. Nga ka marrë, traditat e krishtere, judeo-kristiane ka marrë. Përgjithse, muslimanizmi 600 vite pas Krishtit. Edhe muslimanët thonë që Krishti do vi. Pavarësisht se kanë ato interpretimet e veta, pastaj është tjetër gjë. Pa Krishti i dëshon një gjithë autoritetit. Dhe tani çfarë ndodh? Të gjithë ata që nuk i kanë shërbyer Perëndis, pa kanë jetuar pa Perëndin. Atëherë ku do vënë këto? Në parajs. Po çfarë do bëjnë parajs? Ata s'kan jetuar asnjë sekondë me Perëndin. Dhe nuk kanë dashur t'ia dinë fare për Perëndin. Dhe kur them për Perëndin, as për tjetrin, për të varfrin, për të shtypurin, për nevojtarin, nuk kanë dashur t'ia dinë fare. Kanë jetuar vetëm për qefet e tyre. Një të kemi, tham tim se nesër do vdesim. Tani ky shpirt, si mund vërë në parajs? Pra duhet ta kuptosh që i smur që të vesh në spital. Këta nuk e kanë parë veten smur, se kanë parë veten në mëkat. Që ferri, Perëndia e ka përgatitur për ditën e gjykimit, dhe thot për Satanin, pra për djallin, dhe për ëngjëjt e tij, për demonët. Por tani bashkë me Satanin dhe ëngjëjt e tij do vënë të gjithë ata që kanë shërbyer Satanit dhe nuk e kanë njohur Zotin. Pra nuk e kanë dashur Perëndin dhe nuk e kanë dashur tjetrin si veten. Ky është ligji i Perëndisë. Që është simboli që duaj Zotin Perëndin tënd, duaj edhe tjetrin si veten tënde. Ta nuk kanë jetuar sipas vullnetit të Perëndisë. Dhe si rrjedhoi, nuk e kanë njohur Zotin, nuk kanë dashur ta njohin kurrë. Mund të vetë janë tallur me krishterët, kanë përsekutuar krishterët. Jem të thash, kanë gjëra të tjera. Që këta e kanë shërbyer djallit, po nuk e dinë. Por gjatë ditës së gjykimit do shfaqet gjithçka e hapur dhe e qartë. Kështu që ta mbyll përgjigjen e kësaj pyetje, duhet ta kuptoni që Perëndia, pavarësisht mëkatit të njeriu, ligësisë të njeriu, Perëndia ka dhënë falas dhuratën e shpëtimit me Krishtin në kryq. Krishti prandaj vdiq për të shpenguar mëkatarët që mos vënë në ferr. Pra shkrimi thotë Perëndia shikon në qiell dhe do që të gjithë të vinë në pendim për të shpëtuar. Po nëse tjetri nuk pendohet dhe kthehet te Zoti, si do shpëtohet? Pra Perëndia do shpëtimin. Kurse njerëzit nuk duan. Njerëzit jetojnë në idhujtari, jetojnë në krenari, jetojnë në vjedhje, në mashtrime, në kurvëri, në magji, merren me magji. Shihni librat në modë sot, New Age, ligjet të rreqës, Harry Potter, janë vetëm këto janë në modë, magji. Si të fitoj para, si të tërheqësh energji, si të bësh pasuri, me këto merren njerëzit gjithë ditën. Dhe çfarë si do vërë magjistarin parajs? Pra kjo është, kështu që me rëndësi, kjo është gjyqi. Njerë lindim, njerë vdesim, pas vdekjes ka një gjyqi. Dhe gjyqin e ka Jezu Krisht. Kështu që kthehuni te Krishti, lutuni atij
Dhe kthehuni në rrugën e Zotit. Kjo është që të shmangeni ferit. Pra në vend që të pyesim pse Perëndia e bën ferrin, pyet më mirë si mund të shpërë ferrin. Dhe si të kem përjetësim pranë Zotit. Atëherë pendohu dhe beso në Injillin e Krishtit, kaq është. Se nuk mund të kërkojmë ne llogari Perëndis. Shkrimi shenjtë thotë kush e ti o njeri të kërkosh llogari Perëndis. Që pse ti e bëre këtë gjë? Ai ka drejtë bëj çfarë doj. Siç na ka dhënë jetën mund të ta marrë në 1 sekond. Ja un po flas tani 1 sekond ta merr jetën. E ka ai të drejtë. Nuk e kemi ne. Ai Zoti është zotëria, është Perëndia, bën çfarë të doj. Pra ma tregon që është i mirë dhe po na jep të gjithë dhe këto. Dhe apostulli Pjetër thotë që shumë vetë tallen, thonë ha pse s'po vjen Krishti, pse s'po ashtu, pse s'po vjen angjëllit, pse s'po hapet ferri. Dhe apostulli thotë për Perëndin një ditë është si 1000 vjet. Dhe ai po e bën këtë gjë për të na dhënë shans, për të na dhënë kohë që të pendohemi. Prandaj po e bën këtë gjë. Kështu që kjo do ishte pyetja më e mirë. Jo pse ka për ferrin, po si mund të shpreh ferrin. Se ekziston si para se si ferri, janë dy të vërtetat.